Investonin bashkë? Unë besoj që nuk duhet një bashkim mekanik, që do të thotë fakti që këta do bashkojnë, do dalin, se aty do dalin përfaqësues këtyre partive politike dhe ka treguar që bashkimet mekanike nuk sjellin rezultat, ka qenë bashkimi LSI dhe Partia Demokratike dhe fakti që sa vjen edhe numrat bien, kjo tregon që nuk ka rezultat. Duhet një strategji politike, sepse zgjedhjet lokale erdhën, dhe kur vjen strategjia është fjala për një organizim të strukturave të këtyre partive, afrimin e njerëzve të cilët kanë reputacion në shoqëri, janë njerëz të cilët kanë dhënë për të shoqëri, njerëz të cilët i gjenden pranë qytetarëve për radhët dhe problemet e tyre, për zgjedhja e kandidatëve, sepse do të katandisemi prapë si në zgjedhjet që u bën, domethënë, zgjedhjet e fundit lokale, ku Partia Demokratike si partia kryesore, bashkë me Partinë e Lirisë, kishte frikë që të nxirrte kandidatët e vet dhe gjeti kandidat alternativ, pra kandidat nga shoqëria civile, të cilët nuk kanë as mbështetjen e antarësisë, as mbështetjen e strukturave, për mënyrën e përzgjedhjes lë shumë për të dëshiruar, sepse nga njëra anë propaganda apo le të themi retorika është që duan zgjedhje të lira dhe të ndeshme, ndërkohë që brenda këtyre partive nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Mënyra se si përzgjidhen deputetët, mënyra se si zgjidhen kandidatët për antar këshilli bashkiak, mënyra se si përzgjidhen kandidatët e kryetarëve